Ju përshtes shok dhe miq të TikTokut dhe të gjithë atyre që më njohin kudo që më njohin, por edhe ata që s'mnjohin. Kjo është një shtëpi në fshatin Dragoç Postrip Shkodër, në fshatin ku u linda dhe u rrita, dhe këtu jeton një familje, pra një nant me 2 fëmijë. Ajo është fëmijët i ka 10 dhe 12 vjeç. Kjo shtëpi nuk është e saj, e kanë leju me jetu këtu mren derisa gjen një banesë tjetër. Por këtu pikon, qa bjen jashtë futet mren. Shikojni çfarë katastrofe. Shikojni se si pikon uji. Zoti e ndihmoft. Shikojni, prej qa bjen jashtë futet mren. Këtu jeton ajo me 2 fëmijë. Kena marrë një iniciativë, e ndërtu një shtëpi, na ka fal i jati, sepse është edhe ai me ekonomi shumë të lodhën, një tokë 100 metra katror dhe do t'i ndërtojmë një shtëpi 60 metra katror sa me jetu me 2 fëmijët e vet. Kush ka mundësi me na ndihmu, le të bashkohet dhe t'ja ndërtojmë këtë shtëpi. Shumica për jush nuk njihni sepse me adresën tjetër të TikTokut un kam pas ndërtu disa shtëpia me ndihmën e shumë shokëve dhe miqve. Vetëm nuk mundem, 3-4 vet nuk mundena, por ton bashk ja arrim dhe ja ndërtojmë. Gjithmonë kush ka dëshirë. Kush nuk ka mundësi, minimumi një shpërndarje. Shikoni dhomën e xhumit, tavani pikon prej sipër direkt në krevat e në tokë, ujë në çdo gjë.